Mësimi më i madh që duhet ta nxjerrim gjithë është që 9 shkurti edhe 28 dhjetori të mos përsëritet në kuptimin e mosarritjes bashkëpunimit, mosarritjes marrëveshjeve, mosbatimit të vullnetit qytetar për zgjedhjet. Tani jemi në bashkëpunim me partinë e parë, jemi të bisedu për ndërtu një marrëveshje funksionale në interes të agjendës së Republikës, ende jemi në nivelin e diskutimeve lidhur me parimet funksionimit një bashkëpunimi, cili do t'jetë i qëndrueshëm, do t'jetë vendi stabilitet e normalitet. Edhe mbi gjitha po përpiqemi që gjithë ata që i përfaqësojmë ne, deputetët e kuvendit, ti mbajmë rreth një zgjidhje të përbashkët. Këto 3 procese nuk janë të lehta. Dhe meqense janë të lehta, përderisa përpiqemi për atakohemi, mbesim të vetmit që duam të shmangim zgjedhjet e reja. Gjithë ata që na kritikojnë, se kuptojnë se po takohemi, e çfarë qëllimi kemi, mendoj se na kërkojnë të shkojmë zgjedhjet e reja edhe një herë. Shkurja në zgjedhje edhe një herë. Zgjedhjet e jashtëzakonshme është dëmi më i madh që i bët Republikës Kosovës, është pafësi totale e klasës politike. Prandaj po përpiqemi, do të përpiqemi, do të jemi në takime të vazhdueshme, për atë sa mundemi, të kur mundemi, do të dalim publikisht themi se s'kemi marrëveshje sepse bindjet tona ose qëndrimet tona nuk përputhen në një pikë. Në këtë fazë, sa më shpesh të takohemi, më e mundshme është zgjidhja. Dhe po takimet po janë të mira në aspektin e diskutimeve, ka shumë afrime në shumë çështje, por ende kemi distancë në çështjen kryesore, që është balanca demokratike. Sot kuvendi duhet të konstituohet, nuk ka arsye të mos konstituohet. Populli i Kosovës ka votuar, KQZ ka certifikuar rezultatet, partitë politike me deputetët e tyre duhet t'japin betimin sot kuvendin e Kosovës, zgjedhin kryesinë e kuvendit dhe s'paku të kemi kuvend Republikës. Më pasi kemi diku rreth 25 ditë nëse nuk gaboj. 25 ditë që duhet zgjidhet dhe qeveria e Kosovës. Në qoftë se mirremi vesh më herët për gjitha institucionet, më mirë, në qoftë se nuk mirremi vesh për gjitha institucionet, duhet të jemi transparent dhe sinqert, edhe me juve dhe me popullin e Kosovës, se kaq kemi mundur dhe fatkeqësisht s'mund të bëjmë më tepër. Por përderisa po takohemi, besoj që është lajm i mirë. Unë nuk shoh arsye që seonca mos të ketë mbarvojtje, mos të konstituohet. Gjitha kushtet janë që seonca të konstituohet dhe ne të procedojmë tutje dhe normalisht partia me numrin më të madh të ulëseve të kryen detyrat e veta, përgjegjësitë e veta, të jap vendit institucion. Qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës është konsistent. Do të thotë, ne kemi shkuar në takim, nuk kemi garu ne kush në cënë pozitë më bo. Kemi garu edhe kemi kërku votë të qytetarët e Kosovës me një program çka për ekonominë, çka për drejtësinë, çka për energjinë, çka për infrastrukturën, çka për antarësimet, këtu kanë qenë temat. Jo, takim nuk kam pas, edhe unë nuk i ndryshoj qëndrimin, do më thonë prej herën e fundit, kur gjë nuk ka ndryshu mes partijës teme dhe vetëvendosis, edhe unë absolutisht nuk kam asnjë arsye për me reagu brenda kuvendit në mënyrë ndryshe që kam reagu herën e fundit. Kjo do të thotë sa përkat qeverisë, po për presidentin, a jeni të gatshëm me votu një kandidat? Për presidentin alo nuk kemi fol me asnjë parti, unë jam të prit, domethënë çka ka më ndodhur, sepse vërtet nuk kam informacion qysh edhe tek mund më ndodh. Mes me edhe mes vetvendosje thjesht nuk ka besim. As ata nuk besoj, domethënë qysh unë funksionoj dhe punoj, as unë nuk kam besim, edhe këto është arsyeja, domethënë në cili jo, sot nuk votoj kur që. Do të konsultohet kuvendi, do të betohem ne si deputet me këtë rast uroj gjithë deputetëve, sidomos atyre për herë të parë që janë pozitën e deputetit, uroj që secili prej deputetëve ta lexojnë mirë betimin që kanë me dhënë dhe kjo nuk kupton që do të marrin përgjegjësi pastaj edhe për formimin e institucioneve si rast qeverisë dhe presidentit Kosovës. Andaj dy gjëra të rëndësishme, unë mendoj që deputetët duhet ta kenë parasysh Kosova duhet të ketë kyçje në gazin amerikan me patjetër, edhe duhet shfuqizohet vendimi për serbizimin e Kosovës. Qytetarët Kosovës me veprimet e tyre të pamatura, konsideroj të pamatura për faktin se ka shumë deputet të cilët vetëm e ngritin dorën atëherë kur e marrin mesazhin, kur i thot lideri, pa ditë me mendu për rrezikun që vjen. Unë konsideroj që përgjigjja jo gjithmonë Amerikës është rrezik për Kosovën
Një politikan që është kundër Amerikës, është kundër kombit dhe kundër shtetit, dhe e kanë thënë politikanët tjerë disa herë që siguria energjetike është siguri kombëtare, ne s'kemi siguri energjetike. Konsideroj që lidhja e Kosovës me gazin amerikan është jetike. Sot është dita e rëndësishme për krejt qytetarët e Republikës e Kosovës, edhe për deputet, një rast solem, veçant, na e votojmë. Kemi obligim si deputet me votu parlamenti, kryetari parlamentit, nën kryetare edhe me qeli rrugën për me formu qeveri.